A e dini se NATO-ja po e shqyrton një mision të ri në Arktik për shkak të Grenlandës? Një ide që mund t'i ulë tensionet mes Danimarkës dhe Shteteve të Bashkuara lidhur me të ardhmën e Grenlandës. Grenlanda është dëshira e kamotshme Shteteve të Bashkuara që së fundmi u ringjall më fuqishëm nga presidenti Donald Trump. Danimarka dhe qeveria e Grenlandës e refuzuan idenë që ishulli të jetë nën kontroll amerikan, duke theksuar se ai nuk është në shitje. Por Trump e ka përsëritur vazhdimisht se nëse ne nuk e marrim Grenlandën, Rusia ose Kina do ta marrin atë. Pozicioni i saj midis Amerikës së Veriut dhe Arktikut e bën ato shumë të përshtatshme për sisteme paralajmërimi të hershëm në rast sulmesh me raketa, si dhe për monitorimin e anijeve në rajon. Megjithse ujërat përreth Grenlandës tani për tani nuk janë të mbushura me anije ruse dhe kineze, kjo mund të ndryshojë, pasi akulli i Arktikut po shkrihet me shpejtësi dhe po hapen rrugë të reja detare. Çka është roja e Arktikut? Kjo ide lindi më 8 janar, kur ambasadorët e Aleancës Ushtarake u mblodhën për të biseduar për Grenlandën. Qëllimi i saj është të përmirësojë bashkëpunimin ushtarak, të sigurojë mbikëqyrjen e zonës dhe të ulet tensioni mes aleatëve. Megjithatë, ka edhe hezitim brenda aleancës nëse misioni roja e Arktikut është i realizueshëm. Ka shumë pengesa praktike. Për shembull, do të duheshin qindra anije për ta mbuluar një zonë kaq të madhe, përfshirë mjete që furnizojnë anijet ushtarake. Kush po e përkrah rojen e Arktikut? Ministri i Mbrojtjes së Belgjikës ka qenë një nga zyrtarët e parë që propozoi publikisht krijimin e një misioni të tillë. Gjermania, Britania e Madhe dhe disa vende të tjera evropiane e mbështesin rritjen e pranisë së NATO-s në Arktik. Generali i lartë amerikan në Evropë, Aleksius Grynkewicz, theksoi së fundmi në Suedi se çdo mision i NATO-s në këtë kohë është i parakohshëm. Në anën tjetër, Danimarka dhe Grenlanda e mbështesin idenë e bashkëpunimit në Arktik nën kornizën e NATO-s, por janë kundër çdo pretendimi të jashtëm për kontroll të njëanshëm të Grenlandës nga SBA-ja. Diplomatë evropian i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se nisma roja e Arktikut mbase do ta hidhte poshtë argumentin se Grenlanda duhet të jetë e Shteteve të Bashkuara dhe se do të dëshmonte se Evropa mund t'i përballojë dy fronte njëkohësisht, Rusinë në lindje dhe Rusinë dhe Kinën në Arktik.